kush janë favoritët për të ngritur trofeun e Kupës së Botës 2026, kush mund të na befasojë cilët janë sportistët, futbollistët të cilët ne presim që të shkëlqejnë në skenën e këtij kampionati. Gjitha këto analiza do t'i flasim sot me Denis Shabanin. Denis, është kënaqësi të kemi sot për herë të parë në studion e emisionit Prizma dhe në televizionin Alsat. Ne jemi mësuar vazhdimisht ti komentosh të gjitha ngjarjet, prandaj ne sot kërkojmë nga perspektivi një profesionistit na jap këto analiza dhe të japim ndoshta ca prognoza interesante. Dhe në fund do e shohim se sa të sakta mund të kenë rezultu. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Flora, faleminderit për ftesën. Ne njihemi një kohë gjatë, ti e din momentet e provave që i kisha në atë emisionin e Ligës së Kampionëve dhe ke qenë, kuptohet, kohë më shumë se 15 vite. Unë kam qenë shumë e vogël, ndërkaq ju keni qenë në atë prime-in tuaj, duke shkëlqyer, keni qenë yjet e mediumit në atë. Faleminderit shumë. Edhe desha them që ky kampionat botror pritet që të jetë edhe më i mirë, paqë janë ditët e para që ka startuar. Dhe besoj që do kemi futboll cilësor, do kemi mundësi të harrojmë nga përditshmëria, obligimet që i kemi, jeta e ngarkuar, presioni gjatë verës, pushimet. Ky kaosi politik gjithandej. Kaosi politik dhe besoj që shtetet të cilat kanë ardhur dhe që është një gjë shumë pozitive, nuk ka më dallime nga ekipet, nga përfaqësuesit kombëtarët. Gjithë janë të një niveli të barabarta, do të kisha thënë. E qartë. Denis, unë do ta nis me këtë pyetje. Është hera e parë, më duket, në vitet e fundit që kampionati botror, si kulmi i artit futbollit global do thoja, nuk transmetohet dhe nuk e kemi me komentim në Shqip. Pse ndodhi që këtë vit Radio Televizioni i Maqedonisë nuk e transmeton? Shiko, me të vërtetë është pak për të ardhur keq. Unë jam i lidhur emocionalisht, aty jam rritur dhe aty kam filluar hapat e para. Kjo erdhi si pasojë e udhëheqësisë së vjetër të televizionit tonë. Ata në kohën kur duheshte që të bëjnë blerjen e të drejtave, nuk ju interesonte aq botrori, ishin të fokusuar për produksionet private dhe e lanë kampionatin botror. Ndërkaq që në momentin final ishin ato ndryshimet, do me thënë, në mandati i drejtorëve që ishin afro 15 vite, aty ishte shumë i gjatë, shkaku i proceseve politike, parlamenti, komisionet, pasi që neve na ka jemi, do me thënë, si temi në ombrellën e parlamentit të Maqedonisë, shkoj një kohë gjatë dhe u duhej të vi drejtor. Drejtori i ri vjen pikërisht në këtë kohë ku nis kampionati botror, nuk ishte kohë, ndërkaq ata të vjetrit nuk e realizuan, nuk e dim për çfarë qëllime, por veç një gjë mund të them, nuk kanë dashur ta blejnë, se do ta kishin, MTV-ja ka para për ta blerë botrorin dhe çmimi ka qenë shumë i lirë më herët, por ata nuk ishin të interesuar, thjesht që ta blejnë, pasi që u interesonte diçka tjetër, u interesonin produksionet private, pa cilësi që janë për fat të keq, por besojmë që do jetë ky botror, themi, kjo ka qenë e fundit që e ka goditur servisin publik, na ka goditur gjithë neve. Kemi tani një drejtor të ri i cili me ambicie shumë të qarta, po provon ta bëjë maksimumin dhe tani tutje nuk do ketë kësi gjëra, do me thënë, neglizhencë nga ana e themi, drejtorisë që kemi pasur. Dhe tani çdo event që është me peshë, kampionat botror, kampionat europian, klubet shqiptare, klubet në Maqedoni sportive do jenë patjetër të transmetuara në servisin publik. Do me thënë, dhe kjo është një lajm shumë i mirë që e ka marrur këtë iniciativë drejtori i ri që dëshiron që të ndihmoj dhe mos përsëritet ajo që na e bën ata të vjetrit që tani shkuan, po na lanë shumë keq, do kisha thënë. E qartë. Unë vetëm një gjë mund të them, Denis, definitivisht në këtë kampionat do na mungojnë komentimet tuaja, por dhe të kolegëve tuaj, se jemi mësuar ashtu me ëndje, bile dhe më shumë të na zgjoni ata adrenalinin dhe emocionet në mënyrën se si komentoni, sigurisht jo vetëm këtë kampionat, të gjitha eventet tjera sportive. Ty a do të mungon? Prit këtë periudhë? Shiko, unë vërtet, Flora, se e i lidhur emocionalisht dhe duket që unë kur jam në lojë, kur jam në pozicionin tim të komentimit, jam i zhitur në lojë, them, futur në lojë jam brenda. Dhe si me qenë në stadium. Dhe janë momente që të lidhin, do me thonë, thjesht ta kënaq shpirtin.
unë jam I lidhur me dëshirë, me pasion të madh, punoj këtë profesion dhe Zoti ma ka dhënë mundësinë që unë atë që kam dashur më është realizuar. Kuptohet që na mungon shumë, jemi mësuar, është muaj I festës, do me thënë është globalisht ngjarja numër 1 dhe më e shtrenjtë botërore. Jetohet me futbollin. Po, edhe tani është interesante përmes rrjeteve sociale shumë njerëz shkruajnë. Dhe tani jo modestia ime, po edhe ashtu duhet jemi të gjithë, duhet t'ia kthej secilit. Dhe shumë njerëz pyesin pse nuk e komentoni, pse nuk ka në gjuhën shqipe, kështu me radhë, por nuk është faj jon, thash, është faj dikuj që ka qenë me vite tëra në servisin publik dhe nuk e mori dhe vërtet besoj që do jetë fundi I asaj që të them një të keqe që na ndodhin neve në këto momente dhe ka ndryshuar kohat, është tregu. Tani më ka platforma të ndryshme, tani platforma vetëm sportive që janë në region, të cilët kanë para, por kur e kam fjalën te botrori, nuk është problemi I parave, por ka qenë problemi I qëllimeve të caktuara nga udhëheqësia e kaluar e drejtorëve të cilët me vite të tëra qëndruan aty, bletën çka s'bletën, cilësi e jo cilësi, por në fund atë që e kërkonte populli dhe atë që ne duhet t'ua japim apo t'ua plasojmë shikuesve, pasi që ne jemi servis publik dhe ne paguhemi nga taksat e popullit, e gjithë Maqedonisë, dhe tani të detyrohet dikush ta shen ndeshjen me pak, me para, është jo korrekte, por edhe njerë them, dikush këtu du t'jep llogari për atë, por besoj që udhëheqësia e re do të zbuloj, do të ketë revizion dhe edhe nuk është në pikpamjet e mia, nuk është në kompetencat e mia. Besoj që realiteti do del në pa atë që ka bërë dikush që me vite, 15 vite aty, TVM-ja është jo ngritur, është ulur për fat të keq. Po ne do t'i kthehemi sportit. Denis, a mendon që kur më afër se këtë herë nuk kanë qenë përfaqësueset shqiptare për të shënuar histori dhe për të bërë pjesë e këtij kampionati botror? Unë mund të them Kosovës I ka ikur ky shans për një fije floku. Si mendon ti? A kemi qenë kaq afër për të bërë pjesë e këtij kampionati, për të bërë histori si shqiptar? Kosova ka qenë shumë afër për t'u plasuar. Kosova ka një super ekip. Kosova ka djemë të rinj të cilët e duan vendin dhe luajnë me zemër. Dhe janë djemë të cilët janë rritur jashtë dhe dim gjithë sakrificën, atë tragjedi e kohës, lufta para lufta, ata të gjithë kanë ikur, fakt kanë qenë që themi, ju thonë jashtë nuk është në fjalë emigrant, kanë emigruar nga e keqja. Nuk ka qenë kriza sociale sa ka qenë, e dini ju, mbijetesa, asaj lufte shumë të trishtuese, do kisha thënë, luftë në cilën u detyrua I tërë kombin atë kohë të ikë, të kthehet, të sido që tjetë. Është mirë se pra janë emocionet që mbizotrojnë kur ata janë në këtë ndeshje. Ata djemë duke ditur atë që ka ndodhur prindërve, gjysheve edhe të tjerëve, ata me zemër luajnë. Kosova ka shumë djemë të mirë edhe brenda në kampionatin e kosovar, por edhe jashtë mos flasim me këto emra që I kemi parë. Kosova nuk pati fat se mund të kalonte dhe përballë Turqisë ishte një ndeshje e momentit. Sporti është I tillë, ndaj është interesant. Është I paparashikueshëm. Edhe pse ne gjithë ishim që të kualifikohet. Gjithashtu edhe Maqedonia kishte mundësitë, por sa I përket niveleve, Kosova I shumë përpara. Edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, që luajti atë ndeshje me Poloninë, e humb basi, edhe pse kishte avantazhin, e filloi shumë mirë në fund, e humb atë ndeshje, por nga 3 përfaqësueset, themi, kombëtarja e Shqipërisë, përfaqësuesja e Kosovës dhe kjo më prek nga kur shoh në mediat kosovare, dëshirojnë të fusin diçka të re, kombëtare. Nuk ka kombëtare Kosova, ka përfaqësuesi. Kombëtare është një dhe shpesh jemi në debate të tilla pse duan ta fusin kombëtare. Nuk ka komb kosovar, ka komb shqiptar e gjeografikisht është pjesa e Kosovës apo pjesa në Maqedonisë jemi ne. Por për fat të keq, filloi një betejë brenda pse na e mori Shqipëria, na e mori Kosova. Shqiptarët janë, ata luajnë me zemër kudo që mundin. Dhe e kanë dhënë maksimumin. Edhe në Shqipëri keti kosovarin të cilin shënoi golin pikërisht në ndeshje me Poloninë. Ose në anën tjetër, janë thash këtë djem që
janë rritur në një frymë krejtësisht ndryshe në atë themi disiplinën gjermane, disiplinën zvicrane, vendeve evropiane, po i japin me zemër. Sido që tjetë, Flora, është mundësia shumë e mirë për ngritjen akoma të skuadrave. Edhe përfaqësuese Maqedonisë ato djem që i kemi, është problematike pak ndryshimi gjenerata. Kemi një Enis Bardhi që është jashtëzakonshëm, një Gjani Aliovski, e shumë lojtarë të rinj tani, po them Musliu, mos i harroj Ramadani, kështu me radhë. Besoj që do kemi në vitet të ardhshme, do kemi ngritje, sidomos Kosova nuk është e padiskutueshme që do ketë ngritje. Shqipëria po gjendet në një krizë, Maqedonia e ka problemin e ndryshimit të gjeneratave. Por sido që tjetë, unë besoj që së shpejti njëra nga këto 3 vende do t'jenë të prezantuara në Europë apo në kampionate botërore. I përmende futbollistët shqiptar, ne në shumë kampionate kemi pasur gjithmonë shqiptar të cilët janë pjesëve e ekipeve tjera botërore, po Zvicrës. Jasharin e kemi, Duhet dhe kemi edhe këtë kampionat, cilët janë futbollistët shqiptar është Gjaka. Po, Gjakën e kemi Jasharin aty që luajnë mirë, por Zvicra disi më zhgënjeu në atë ndeshje hapse, luajti një ndeshje baras në fillim, me ekipin e Bahrein, Katarit, pardon, në këtë kampionat dhe kam pritur edhe më shumë nga përfaqësuesja e zvicrane, edhe pse është fillim. Fillim, mua më ka mahnitur kombëtarja e Marokos. Luajti me Brazilin një ndeshje të cilën e kam përcjellur nga minuta e parë deri në sekondën e fundit, e kam analizuar dhe ka qenë një show ndeshje ku e gjunjëzoi Brazilin e madh në një lojë që ata djelmosha të rinj, ajo ndryshimi gjeneratës edhe aty, kur e sheh rosterin apo formacionin e parë dhe i sheh shumë emra të rinj. Dhe unë pikërisht në atë rolin e gazetarit dhe e shoh formacionin, them e shoh Brazilin, këto emra shumë të mëdhenj, kanë një trajner me nam, siç është Ancelotti, çdo gjë ka fituar i ka mbetur vetë botrori. Dhe shkon një Brazil që është burimi talenteve, vendi ku lindin talentet. Atje çdo fëmijë lindën me futboll, po. Lind me top. Po, me top lind dhe ndodh ajo që skuadra e Marokos ta gjunjëzojnë në gjitha pikpamjet, edhe pse ndeshja përfundoi 1-1. Por pikërisht kjo e bën futbollin interesant. Nuk ka më... Se asnjëherë nuk mund të prognozosh sakt, gjithmonë mund të ndryshoj rezultati edhe në sekondat e fundit, ashtu si që ndodhi në po mbrëmisht Holanda me përfaqësuesen e Japonisë 2-2 përfundoi. Turqia më bë pasoj humb përballë një Australie. Isha pikërisht në ndeshjet e përfaqësuesës në miqësoren që luajtja me Turqinë dhe pikërisht këtu pash atë organizim, shtet që është mbi 70 milion, 80, 90, ndoshta ka arritur tani themi në dhënat zyrtare. Nis një kampionat me shumë entuziazëm, me shumë lojtarë të mirë, si janë emra Arda Güler që është një lojtar i të ardhmës, apo dhe shumë lojtarë tjerë që janë Yıldız që luan gjithashtu te Juventusi. Shumë e radhë befasohen nga një Australi, nga kengurës si thon, aty ku nuk futbolli nuk është në plan të parë, por ja që është një befasi shumë e këndshme dhe këtu e marrë Kosovën duke para cilësi, Kosova do linte mbresa edhe më të mëdha, por për fat keq futbolli është i tillë. E vërtet. Denis, ne kemi një galeri të fotografive të tua, nëse nuk gaboj ku ti nga afër e ke ndjek para ca vitesh kampionatin e FIFA-s, apo jo? Po, jo, këto janë në ndeshjet Maqedonisë. Jo, kemi ca fotografi tjera, është një galeri tjetër që e kam titulluar si FIFA. Po, këtu jam në Rusi. Po, mund t'i komentojmë bashkë, janë këto disa nga fotografit. Si është ta ndjekësh nga afër, cili është emocioni, Denis, sa ka dallim ta ndjekësh atje dhe kur e komenton këtu nga ekrani. Ma bëj këtë paralele. Kur ja afër aty, dhe kur e sheh Luka Modricin, që unë e kam në televizion e sheh dhe e sheh shumë afër, dhe e sheh atë modestinë e çfarë njeriu është, kjo tregon shumë. Emocionohesh, se ne jemi mësuar VIP-a, emra, dhe ata janë shumë larg. Po themi, kuptohet, shkojnë me turproje, janë pak më të rritur te me njerë, po, shumë të rëndësishëm, dhe kur e sheh një emër që është lojtari i shpallur në këtë botror, më i miri u shpall,
dhe Kroacia e cila luajti në finale përballë Francës që humbi, i diçka e jashtëzakonshme që nuk mund ta përshkruash, Flora. Emocionohesh, e sheh organizimin, e sheh rëndësinë dhe e sheh profesionalizmin edhe në pyetje. Çfarë do lloj pyetje ti bësh, edhe pse çdo lidhet me botrorin, por pyetje ndonjëherë pyet dikush edhe diçka nga jashtë asaj në përgjigjet e tija, thukta shumë qartë, me buzëqeshje, pavarësisht mund të ketë edhe provokime. Nuk i sheh këta lojtarë të nervozuar në një konferencë për media, pavarësisht se ka kritika, nuk mund të jesh dorë superior, ndonjëherë se kjo është shembull para ndeshjes, por ke pres konferencë edhe pas. Edhe në varësisht këtu para ndeshjes mund të thuash të japish objektivin tënd se do ta fitosh, por ndodh pas ndeshjes se ke humbur ndeshjen dhe kritika të gjithë të kritikojnë. Por e shoh se janë gjak ftohtë në atë profesionalizmin e tyre. Çfarë të them, Flora, është diçka ëndër të cilën mua ma ka dhënë këtë mundësi servisi publik. Dhe ndaj jam besoj është një përvojë e paharrueshme për ty si gazetar. Nuk diskutohet, kam pasur rast të marr në kampionat botror, në kampionate europiane, kam pasur rast të jem në atletik, që diçka e mahkëniqme, edhe pse futbolli pak jam mësuar, edhe pse është event i tillë madhështor, themi ngjarja madhështore, por futbolli sado që atmosfera jam mësuar është të bërë me një rutinë. Ndërkaq është që të kënaq është olimpiada, ku sheh shumë sporte. Që nuk kam qenë Olimpiadën e Kinës, aty ku kam pasur mundësi të shoh gjimnastikën nga vendi ngjarjes. Të gjitha aty, po. Dhe sheh ato akrobacion, ato lëvizje, ajo mund të thuash, ne themi në ato filmat fantastikosh, e sheh realitetin se njeriu se çfarë mund të bëj. Ose kam atletikën, që e sheh atë shpejtësi që habitesh. Ti e sheh nga kamera në atë shpejtësinë që shembull Usain Bolt, që është një legjendë tani i pensionuar, por kur e sheh atë hof, atë shpejtësi dhe janë në vendin e finishit, është diçka që nuk mund ta përshkruash. Kam qenë në not, kam qenë në tenis. Në tenis ne shqiptarët kemi problem, jemi shumë të zënshëm, atje duhet qetësi, nuk duhet zë. Ne nuk rrim dot rehata. Po, edhe duhet të vinë nga dy ata që janë që kujdesen për qetësinë. Sa e ndryshon qasjen në raportimet e tua gazetareske krejt kjo përvojë besoj e jashtëzakonshme e bukur që ne e shohim vetëm nga ekrani, bile edhe nga ekrani ti jep një farë emocioni, e ta prekësh direkt në vend ngjarje, sa e ka ndryshuar kjo raportimin tënd pastaj kur ke komentuar kampionatin nga ekrani? Shiko, para se gjitha shumë kam pasur nderin dhe mundësinë që t'jem ndërtparë së bashku me kolegun tim të ndjerë Sami Ademi. Unë kur kam ardhur në MRT, në servisin publik, Samiu i ndjeri ka qenë gazetari i cili ka punuar gjitha zhanret, sidomos ka qenë i jashtëzakonshëm në sociale, temat e tija sot diskutohen që kanë qenë, dhe ka qenë një kohë ku programin ka qenë 2 orësh dhe më pas u zgjerua, dhe Samiu përveç temave që i ka pasur të përditshme, themi nga politika dhe sociale, edhe ka punuar sportin. Por kur erdha unë, na u dha mundësia të bëjmë redaksinë e sportit. Dhe dal nga dal filluam. Ka qenë shumë e vështirë, Flora, pasi që mungonte terminologjia sportive në vendin tonë. Gjeneratat, tani ma këta të reja vetëm e kanë kuptuar dhe në fakt e din terminologjinë në gjuhën shqipe. Ndërka gjeneratat e vjetra, ata që janë rritur në ish Jugosllavi, në atë sistem, e kanë mësuar në gjuhën e serbo-kroate apo në gjuhën maqedone, s'ka pasur shqip. Dhe neve na u dha kjo mundësi e filluam. Ishte shumë e vështirë. Pasi që kishim frikë gabimet, kuptohet gjuha, duhet pasurohet, pasi që terminologjia sportive mungonte te ne, filluam dal nga dal vështërsi, kishim vështërsi kur u bëm ne 24 orësh, ose kanali 3, atër që ishte u hap, dhe më pas, dhe filloja hovi, filluam edhe ne të kemi hapësirë kohore, skema programore në e mundsonte, dhe dal nga dal filluam ne që të ngrihemi dhe të çlirohemi, pasi që je i lidhur derisa ta ndihesh veten i sigurt. Dhe unë kam pasur këtë mundësi që të kem afër njerëz nga gjenerata që tani disa janë të ndjerë, por më kanë ndihmuar dhe më kanë sugjeruar shumë dhe në aspektin gjuhësor, profesional dhe qasja para ekranit televiziv. Dhe kur kam nisur në studio, kam qenë pak më i përmbajtur, si them pak, ato emocione mundosh, edhe thash unë jam i lidhur shumë, mendoj se jam i futur në stadium brenda, por kur je në ngjarje dhe kur e sheh atmosferë,
atë eho, ato brohritje, varësisht të kënaqë zemrën të jep edhe më shumë edhe të themi kurajo, por edhe më shumë në qoftë se ke ndonjë skuadër tënde që luan, domethënë që ja pra shkëndijën e kishim në Europë dhe tjetër e ndihen. Varësisht, kudo që to. Është e pamundur, është e pa evitueshme. Është diçka që është më e fortë se ne. Shiko, ti vetë je udhëheqëse edhe e di shumë mirë, puna e gazetarit është shumë e ndërlikuar. Ka ditë që nuk shkon, ka ditë që i jashtëzakonshëm. Dhe në punët e komentimit them, ndodhe njërë edhe mbaren shumë faktor. Loja nuk bën. Së është interesante, topi rrotulloz, diçtë bëjsh majtas djatas, bëjsh i mërziqëm edhe për shikuesin. Por edhe vetë nuk shkon. Por në qoftë se loja është shumë interesante dhe jeni disponim, është çdo gjë spektakolare. Se komentatori sportiv është një lloj aktori aty. Duhet të bën interesant lojën. Por ndryshe nuk do të ekzistonin. Po lishon lojën, shikon se cili pas. Mua më ndodh për shembull në komentimet e tua, edhe mos ti jam afër televizorit, për shembull jam në pjesën tjetër të shtëpisë dhe më intrigon të vrapoj tash çka po ndodh, domethënë me aq eufori dhe me aq entuziazëm i komenton ndeshjet, definitivisht edhe nga vetë zëri fillon e vizualizon atë që po ndodh në ekran. Dhe kjo është aftësi që unë mendoj që e ke me të lindur. Unë kështu mendoj. Që sigurisht e ke profesionalizuar rrugës, përvoja e bën vetëm, por mendoj që me këtë talent për të përquar kaq shumë emocion nga një fushë futbolli e ke të lindur. Këtë po ta them edhe publikisht. Faleminderit Flora shumë për fjalët e bukura. Shiko, thash, është fakt që unë e ndije. Është fakt. Dhe unë aksionet kur do me thënë ngre zërin, nuk është ndonjë imitim. Është realiteti im që ndodhem aty. Thash, puna e komentatorit duhet të komentatorit dhe qaset punës kuptohet dhe duhet të arktoj, ta bëj më interesant. Por nga unë jam ai që jam. Do me thënë, jam original. E ndije ndeshjen, i ndije aksionet dhe varësisht edhe nga ekipet. Por mundohem të mbaj nuanca. Do me thënë, komentatori duhet jetë i barabartë. Lejohet vetëm në ndeshjet e ekipeve përfaqësuese. Lejohet në ndeshjet e ekipeve tonat në kampionatin tonë. Ndërkaq nuk mundet në ndeshjet, po them që janë neutrale skuadrat. Ne kemi fansa dhe jashtë shembull ekipeve të Champions Ligës që kemi pas Liga Europa, por duhet të mbajmë një nivel dhe të jemi të barabartë themi me pasi që kemi fansa të dy taboreve. Dhe pas mund na Dhe duhet balansi. Më ka ndodhur mund ndonjëherë, më shkruan një tifoz i Barcës, jo, më fal, Real Madridit, ti thot ke folur për ne kundër, ndërka që ke lëvdruar Barcelona. A unë realisht jam më shumë fan si Real Madridit se i Barcelonës. Ke shpesh komente të tilla, Deniz? Po si jo reagoj. Për shembull fancat kur janë ashtë të zjarë dhe nisin pastaj ju duket sikur ti po bën tifo më shumë, nuk po e mban balansin. Ky është problemi se ata më shumë e kanë reagimin në rastet shembull kur ndodh ndonjë pozicion jashtë loje, ndonjë faul i ashpër, ishte për karton, si ishte për karton, i dha karton të kuq, ishte ndërhyrje i ashpër, këto janë diskutimet, por edhe këtë ka nisur ta zgjidh FIFA dhe UEFA. Tani kemi dhomën e varit apo sistemin VAR që është me video inciziv. Çdo rast që është i diskutueshëm shikohet në video, sidomos në këtë botëror. Në këtë botëror ka shumë risi dhe shumë mundësi të reja që ka. Inteligjenca artificiale është futur çdo kund. Dhe do me thënë, çdo gjë, inteligjenca artificiale ka mundësi ta kthejë rastin më njerë. Do me thënë, aq në kohë të shpejtë, edhe pse ka shkuar teknologjia shumë parë, por ju ndihmon në detektimin e rasteve që janë gjyqtarët në dhomën e varit. Do me thënë, përveç gjyqtarëve që janë në fushën e lojës, ata që janë në dhomën e varit çdo send e ndjekin për sa afërmi dhe e sinjalizojnë. Po, pra qasë që mos të mbetet me pikpyetje, mos ketë po. Tani edhe topi ka brenda një çip, që është çdo gjë është domethënë lëvizja si ka qenë. Në momente reale tregohet lëvizja e topit, shpejtësia e lojtarëve, strategjit, çdo gjë është e gatshme. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme pasi që nuk është vetëm transmetim vetëm i shfaqur në TV. Tani FIFA është ka shkuar përpara, përmes ka më edhe të themi edhe interaktivitet mes lojës që zhvillohet dhe fansave që shkruajnë, domethënë që japin komentet e tyre. Diçka që ky botror po e sjell
përveç formatit 4 që themi në UHD apo 4K, tani ka filluar në një sistem tjetër 12K që është një teknologji shumë më e sofistikuar nga kjo. Ne kemi ndëgjuar, kemi lexuar, por se kemi parë dhe bën disa testime të reja që është e ardhmja e teknologjisë. Interesante shumë. Shumë gjëra ka. Po, përveç këtyre risive, si po duket organizimi, si ka filluar fakti që po mbahet në 3 shtetet ndryshme dhe ky zgjerimi në 48 si po duket? Shiko, mendon që do ketë kualitet me kaq shumë ekipe, me kaq shumë ndeshje? Këta e kanë bërë në aspektin e marketingit dhe mundësia që t'u jep më shumë edhe ekipeve të vogla. Kemi një përfaqësues si Kuriçao, Mbrëmë Shoh, apo sonte një kepi verë që disa vende që si kemi ndëgjuar asnjëherë në të parë, dhe shohim, por unë në pikpamjen time, them çdo herë, mendoj që do ishte më mirë si ka qenë të kaluarën, shumë përfaqësuese dhe na ndodhin këto rezultate. Kemi nga 5-1, kemi nga 6-1 dhe ekipe që vërtet e humbat peshën, pasi që ky është eveniment dhe luajnë shtetet më të mira, të themi nga bota. Por çdo gjë bëhet sot është e paraja, është e marketingu. FIFA don sa më shumë mundësi, do me thënë të ketë hapësirë që t'u jepet përfaqësueseve, dhe këtja ka dhënë mundësinë Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilat janë duke bërë një organizim të mirë. Është pak shqetësuese kjo prania e tifozëve, biletat shumë të shtrenjta, biletat $1.000, $6.000, $10.000, që kjo nuk ka ndodhur askund. Reagimi nga organizatori thonë kushdo le ta shikon, kushdo përmes TV-s, që nuk është mirë, por besoj që do ketë një ulje të biletave dhe do ketë më shumë tifoz. Si do qetet, nuk diskutohet organizimi. Çdo gjë që bën FIFA është ndër më të pasurat në botë. Parat janë aty, është një të themi një cezme e parave që rrjedhojnë aty, dhe do provojnë në fakt edhe do mundohen që deri në fund ta mbajnë këtë në vijën më të lartë, edhe pse nuk thehet Katari më. Ka qenë patrori më i bukur në historinë e futbollit. Dhe stadiumet e ndërtuara, e kemi para teknologji, ato flladitje që u jepin lojtarëve, një trajtim komplet tjetër, një nivel tjetër ishte. Tjetër, edhe pse këtu pak është më problematike se janë shtete, themi ndara, ne themi jemi mësuar Amerika, themi gjithë, po Kanadaja, Amerika sa ka distancë, ose Meksikoja, i kështu me radhë, por besoj që do jetë, të shojmë se... Por spektakël do të kemi, kjo është e garantuar. Po shojmë emrat aty, edhe pse unë nga muzika jam pak, themi, pa jo, nuk i njosh aq, dhe nuk, sidomos në temi nga të rinjët, ta që performojnë tani, por shoh shumë emra të rinjë, kanë performuar në hapje tani edhe para ndeshjeve, dhe jepet mundësi. Amerikanët e dinë më së miri biznesin dhe dinë këtë gërshetim në mënyrë perfekte. Dhe edhe pse është java e parë, herët është klasë. Po, pra kemi po. Po cilat mendon që janë këto kombëtare që ndoshta mund të përfitojnë nga ky formacion i ri, dhe nëse ti the që ndoshta mund të humb kualiteti, ndeshje, diferencë madhe. Kush përfiton më shumë nga ky formacion i ri sipas teje? Shiko, unë mendoj që është më shumë lodhje, pasi që Gjermania luan me një ekip, fiton 6-1. Mbrëm ka humbur Tunizia dhe ndodh ai shkarkimi i trajnerit sot. Janë rezultate. Kur europiani në vete i ka të gjitha ekipet më të forta, kur mbat kampionati evropian, pse në futbolli është e ka dominimin e vetë ka në Europë, futbolli. Dhe ke ekipe si Holanda, ke Gjermaninë, ke Kroacinë, kështu me radhë. Kur në kampionat botror të vinë shumë ekipe shumë të dobta, aziatikët tani janë ngritur, është një Japoni, Korea që ka. Tani shohim që këtu është edhe Irani që ishte pak problematike, do merr pjesë, si do merr pjesë, por lojtarët e Iranit do kenë ndeshjen e tyre, kanë ardhur këtu në Amerikë. Sot ndëgjuam lajme mbrëm që paqja është arritur, dhe zoti paqja Amerikë-Iran, lufta që zhvillohej dhe është mirë kjo, dhe ndoshta është momenti më i mirë, pasi që jetojmë një gjenerat, ndoshta unë Flora mbaj mend vetëm luftra, nuk mbajmë gjë pozitive. Dhe vërtet nga gjithë kjo, po model, do me thënë, unë mbaj mend nga 90-tat e këndej lufta në ishë Jugosllavi, dhe kështu çdo vite do një luftë diçka, dhe kjo është mirë, thëmë që tensionet janë ulur, dhe
do shohim futboll dhe pak njerëzit të relaksohen. Shumë e vërtet. Evropa si zakonisht ka ekipe të forta, unë këtu është mos diskutojmë Gjermania, është Hollanda, e cila edhe pse dje me Japoninë është gënjeu, 2-2 luajti, këtu e kemi Kroacinë, këtu e kemi Zvicrën, që ne jemi për Zvicrën që presim të është Bosnja, dhe Bosnja një ekipe, një skuadër që ne e duam dhe kemi shumë miq. Brazili dhe Argentina janë dy ekipet të cilat e mbajnë atë që themi ashtë... Në vazhdojnë të mbajnë të jenë emra që gjithmonë përfiten si favorit në çdo kampionat. Sërish do jenë favoritët Brazili e Argentina, mendoj, janë dy ekipet më të nga Amerika e Jugut, si shtemi. Ndërka që vinë Australia këtu në një kontinent tjetër, thash që bëri befasim përballë Turqisë. Do të shohim edhe shtetet tjera, por mendoj që do jetë një përplasje mes europianëve dhe amerikano-jugorëve. Ose Brazili, ose e kam Argentina këtu. Por, për mendimin, unë presë edhe Kroacinë të shoh, edhe pse Kroacia ka një gërshetim, një ndryshim gjeneratash, por prap ata do mundohen dhe besoj që të japin më të mirin, e kanë Luka Modricin që ishe në foto, pikrisht ai do jetë botrori fundi që ta përmbyll karrierën, këtu e Suedia, dhe çka mund presim tjetër, mendoj që është një humbje Italinë që nuk e kemi, por të them të drejtën bëj tifo për Bosnjën. Dua Bosnjën ta shoh më lart, isha tani në Bosnjën e Sarajevo dhe vërtet nga dëshira e madhe sa e duan futbollin. Ishte një ndeshje miqësore me ne, me Maqedoninë, luajtën 2 orë para kohës, stadiumi ishte mbushur. Dhe që më pëlqente gjenerata të ndryshme në stadium, të gjithë bashk, respektin që na bën neve ata. Dhe vërtet, ai popull që ka vuajtur shumë, vlen të gëzohet dhe besoj që në këtë botror, Bosnja me djelmosha të rinj, është shembulli si i Kosovës, edhe ata një pjesë dërmuesi janë lindur jashtë dhe kanë shumë futbollistë të rinj, por e ka një lojtar që edhe ai është në fundin e karrierës, Edin Dzeko, që i njohur, është në këtë botror dhe besoj që Bosnja të ecë përpara. Okej, pra Denis Çabani bën tifo për Bosnjën në këtë kampionat. E dua Bosnjën. Në aspektin emocional, shpirtëror. Por të them të drejtën, Flora, nga ndeshjet që kam parë deri në këto momente, është akoma herët flasim, Marokoja më ka habitur. Vërtet. Vërtet më ka habitur, loj kompakte, loj si me luajtur PlayStation, do kisha thënë, me Brazilin ka luajtur. Interesant. Interesant ishte diçka dhe gjithë pristin dominimin e Brazilit, ja emrat e mëdhenj Brazilit, kanë një trajner të madh, zbritën në fush, ishin në 0-1 ishte për ekipin e Marokos, që dha një super gol, dhe më pas e barazuan. Por më pas në tërë ndeshja ishte kontrolluar nga formacioni i Marokos, ndërkaq brazilianët mundoheshin, por nuk isha i Brazil që jemi mësuar të shohim. Interesante. E kur jemi të Franca, sa e fort duket Franca pas disa viteve dominim të themi? Franca është ndër ekipet më serioze, edhe Franca ka shumë lojtarë, është një simbiozë aty afrikano-franceze, dini ju që emigrimi ka bërë vetën kolonizimin atë kohë, dhe janë gjithë... Ka një mix interesant Franca. Ata lojtarë, pjesa dërmuesi janë një, është për mirë, lindur, të rritur në Francë. Franca ka super ekip, Franca është në mesin e favoriteve, mos harrojmë edhe Spanjën. Ja, se i harrova këto dy skuadrat. Nga Europa, mendoj që do të diskutohet me Spanjës dhe Francës hyrja në fazën finale. Por ajo që unë jam tifo, unë e dëshiroj edhe Kroacia të ecë përpara, por besoj Franca dhe Spanja do jenë dy ekipet që... Dhe ekipi tretë? Ta bëjmë një tre... Gjermanët do jenë për erë. Këta tre skuadra janë më të mira, edhe pse futbolli çdo ka dhënë befasit më të këndshme ishte Kroacia në botrorin e fundit, e cila luajti edhe në përvendin e tretë, më pas para 8 viteve si vin, luajti në finale. Çdo herë ka pasur befasira, por nga potenciali që shoh, Marokoja mund të jetë skuadra surprizë e këtij kampionati botror të futbollit. Interesant. Por ne jemi për këta të Evropës, por si do që tjetë, le të fitojmë i miri, me rëndësi të kënaqemi, thash, të çlirojmë nga stresi, nga përditshmëria, një jetë shumë e ngarkuar, dhe sidomos në vendin tonë, politika të jetë anësh, të relaksohet populli, pasi që fillon edhe nervozizmi, duan para, vinë pushimet,
Kjo kështu Kjo është ajo periudha më delikate, kur fillojnë nervozat, ato kalkulimet, dalin, s'dalin para, duam një pushim, pastaj edhe një pushim tjetër shtator që nuk na del sapi. Po vjen ato koha e dasmave që na vinë koha e dasmave, harova këtë pjesë për mashallah, domethënë është nga periudhat më të vështira. Denis, ne vazhdojmë pjesën e bisedës tonë. Tani më ran mend një pyetje, a mendon se ky mund të jetë botrori i fundit për disa futbollistë, për disa legjenda, do të thoja? Po shiko, për Modricin nga fotoja që e pam, është botrori i fundit. Do të largohet një legjend, një ikon lojtar që ka pasur dhe në fakt ka një histori të dhimbshme. Ai ka qenë djalosh në atë kohën kur është bërë lufta, në një fshat afër Splitit, që themi aty, ku është rritur dhe gjyshinja kanë vrarë, domethënë atë luftën serbo-kroate që ishte. Por i rritur në një varfëri të skajshme. Kemi një foto aty, pikrisht televizioni kroate pa të dhënë para finales kampionatit në Rusi botror, në kohë kur kishte ruajtur dhij kështu. Dhe një foto, dhe ajo shtëpia e vjetër, ajo shtëpia vërtet, dhe thot, domethënë, është marrur pikrisht nga aty, ka shkuar, kuptohet, në fshatin e tij ku ka filluar dhe merret në Zagreb dhe fillon ajo karriera e tij. Dhe një djalosh me aq sakrificë dhe me vuajtje të mëdha, dhe është një ikonë e futbollit dhe në superlativ flitet çdo kund për Luka Modric, dirigjent apo ta them një Mozart i lojës së futbollit që ta përmbyll karrierën, por pikrisht futbolli është i lidhur me moshën. Dikush mendon thot shumë para, po, është fakt që marrin shumë para lojtarët që luajnë në ligat profesionale, janë miliona. Para që nuk mund t'i themi ne. Ronaldo ka shkuar në miliardet, ka shkuar dhe me thonë 1 bilion. Flitet, sa është pasuria e tij shumë e madhe. Denis, deri tani cili është futbollisti më i vjetër që është pensionuar? Ka qenë Roger Milla, në historinë ka qenë diku 80-ën që ka qenë, mendoj. Tash mos më zë për fjalë, mund të se shumë nuk na interesojnë këto kuriozitetet neve shumë. Sa e di unë, Roger Milla ka qenë më duket, apo Alik Dajo ka qenë në gol, tani Modric është dikun 42-40, këtu vjen edhe Edin Dzeko, që mos dal nga tema. Edin Dzeko gjithashtu lojtari bosnjak, edhe ky është djalosh që e kam ndjekur një emision, ndoshta dal nga tema pak për shikuesit, një emision ku tregon për vështirësitë e tija. Shpëtimin thot binin thot bombat mbi qatit e shtëpive tona në thot ne fshiheshim si fëmijë në rënoja, në vendet ku kanë qenë apo në podruma si thon, në përdheset për të shpëtuar. Dhe thot detyrohem të shkoj jashtë, thot shkoj të luaj në Çeki. Luaj thot për 500 marka të atërsh, mos e 200 marka, dhe thot ato para unë 2 javë mund të kaloja për ushqim. Më pas shkoja merja hua, të kaloj muaj dhe të mbaj veten gjallë, thot. Të mbjetoj. Po mbjetoj. Dhe pikrisht nga aty e marrin gjermanët, ai shkon në Wolfsburg, aty ku shkëlqen, bëhet lojtari më i mirë, dhe më pas fillon ai karriera e artë e ty që fillon në Manchester City. E shumë skuadra tjera dhe sot është një djalosh i cili nuk heziton asnjëherë me modestinë e tij të flet për kohën, për sakrificën, për varfërinë, por edhe faljen që pasi që futbolli është sport i cili i bashkon gjithë popujt. Gjithë kombët kanë luftuar ndonjëherë, edhe gjermanët, francezët për sot janë bërë. Edhe këtu ka ndodhur një luftë që të mërshme viteve 90 në sistemin Jugoslav, por ata luajnë sot bashkë gjithë. Tani në Bosnjë ke etnica, jetojnë atje kroatë dhe serbo edhe bosnjak gjithë bashkë. Edin Dzeko, edhe përkundër asaj, ai ka arritur të bëjë një unitet brenda skuadrës. Dhe është lider. Edin Dzeko, përveç asaj që i ka dhënë Bosnjës emrin në botën e futbollit, ai është njeriu vendimtar që shënoi golin në momentet e fundit me Walesin. Shënoi një gol që e shpëtoi Bosnjën. Dhe rezultati ishte 1-0 për përfaqësuesën e Walesit. Edin Dzeko në momentet e fundit shënon një gol dhe ndeshja mbyllet në parasim dhe ndeshja shkon në penalti, e fiton aty, domethënë ndeshjen dhe më pas Italinë arrin që ta eliminojnë. Kështu që besoj këto dy ikona të futbollit
do t'i mungojnë. Do jetë edhe Neuer këtu i Gjermanisë, përfaqësuese gjermane, një portier i jashtëzakonshëm që duhet ta përmbyll karrierën. E kështu me radhë, por janë këta tre që janë emra. Që e kanë kampionatin e Do jetë edhe kampionati i fundit edhe për Lionel Messi. Gjithashtu do jetë kampionati i fundit edhe për mos harroj për Cristiano Ronaldo. Ronaldo luan gjithashtu edhe ai botrorin e fundit. Por Ronaldo zoti s'ja ka dhënë atë forzat, përgatitje, ndoshta do ta luajë edhe një, por s'besoj se disa gjëra nuk varet. A sheh potencial që mund të vijë një futbollist që mund ta zëvendësojë në një të ardhmë të afërt Lionel Messin, Denis? Apo vjen një epokë yjeve të rinj? Flora, ka shumë talent të futbollit, por Messi edhe Ronaldo janë lojtarë të pazëvendësueshëm. Vërtet kështu mendon? Të dominosh 20 vite në botën e futbollit, dhe të jesh i pari, kjo tregon për çfarë vullneti. Edhe konsistencë, mendoj. Profesionist të vërtet. Dëgjoja një natë një trajner në vendin tonë dhe shumë mirë tha. Këtu është një Neymar që e mori nga presioni i tifozërisë Ancelotti, trajneri italian që udhëheq Brazilin. Edhe Neymar ishte një lojtar me potencial shumë të madh. Ka luajtur edhe me Messin edhe kështu me radhë. Por Neymar, përveç talentit, ai kohën e lirë e shfryzonte të shkojë në ahengjet natës, në diskoteka, lokalet mbrëmjes. Ndërka që Messi dhe Ronaldo janë lojtarë të cilët janë përpikt 100% në sport. Kanë disiplinë. Disiplina e bën të vetën. Dhe të gjithë habis kanë një habitet madhe. Pse nuk po ndodh lëndimet nga këta dy lojtarë? Sepse janë të kujdesshëm punojnë. Janë të kujdesshëm dhe forma kërkon stërvitje në suaza të programit të paraparë. Dhe pikërisht ata e kanë harruar jetën e natës. Por janë në kulmin. Edhe futbolli ka sakrificat e veta, duhet ose këtë, nuk mund t'i kesh të dyja bashkë. Flora, se di se sa kemi kohë, por jemi krejt drejt fundit, dhe nisë mua më vjen keq se kisha edhe shumë pyetje. Do flasim tjetër, desha të them që jeta e futbollistëve shumë e vështirë. Ne jemi mësuar parat miliona. Nuk është ashtu, është e kundërta. E dim që ka shumë kufizime, është një jetë me full kufizime, nuk e kanë atë lirin që ndoshta e kanë si me qenë ushtarësh aty. Si ushtar, kështu e kanë thënë edhe në studion tonë kur kemi pasur futbollistë, kanë thënë të njëjtën. Kam biseduar në bisedat të afërta që kemi qatë dert. Edhe një pyetje të fundit me një përgjigje shumë të shkurtër, apo afrohet futbolli shqiptar në nivelin e elitës, dhe ne si e sheti zhvillimin e ekipeve tona? Shiko, po flas përgjithësi ke në rajon. Shiko, Kosova është duke ecur shumë përpara, ka entuziazëm dhe ka shumë talent punohet. Shqipëria gjithashtu, edhe pse unë mendoj që Kosova është po përpara, edhe në Maqedoni punohet, ka shumë talent. Dal, por në Maqedoni pak është problemi së sponsorimeve dhe akoma ligji që duhet të jep mundësi klubeve që tatimet që t'i kthejnë përmes sportit, do na shkoj kohë, por ka potencial. Ka potencial, besoj që në të ardhmen do kemi lojtar dhe besoj që kjo rini njërë t'i shojmë edhe ne të bisedojmë për ata për kampionatin botror. E vërtet, Denis, shumë faleminderit. Unë shpresoj që gjithë shikuesit të cilët nuk do kenë rastin në këtë kampionat të dëgjojnë ty duke komentuar, t'ju ketë mjaftuar sadopak krejt kjo analizë që e bëm sot nga një vështrim profesional i një gazetari kaq profesionist sa që je ti. Faleminderit shumë dhe ne shpresoj do kemi një rast tjetër të njihemi me ty edhe në dimensionin jashtë sportit, si është jeta e Denisit kur nuk është duke parë futboll dhe duke komentuar raportu futbollit. Faleminderit shumë, Flora. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit, të dëshiroj suksese. Je numër 1 dhe vazhdo në këtë ritëm. Zoti vetë shëndetet mira. Shumë faleminderit. Kur matua një profesionist si ti është nder për mua. Faleminderit shumë, Denis. Të dashur miq, unë këtu po e përmbyll këtë edicion të Prizma, duke ju falendruar gjithë juve. Uroj shumë që të keni kaluar minuta të bukura dhe ne të vazhdojmë të ndjekim edhe ndeshjet të cilat na presin në këtë kampionat, siç e tha Denisi, është e sigurt që do kemi shumë spektakël. Mirëmbëjtje dhe ne do të takojmë sërish nesër.